ka për të qenë për 1000 arsye. Data 16 ka të bëjnë shumë lidhje me ndryshimet, lidhje me takimet, sepse sigurisht që është një kënd që funksionon në anën pozitive, duke pasur parasysh ndryshimet, çështjet që kanë të bëjnë me punën, Jupiteri dhe Saturni kanë një ndikim shumë të mirë në çështjet ekonomike, sepse këndit që bën është kënd mjaft pozitiv dhe kjo do të thotë që ka të bëjnë me punën, rishikime, ndryshime, plane që keni, ëndrat dhe qëllimet e juaja. Po kjo do të thotë që shenjat impulsive, Dashi, Gaforia, Peshorja dhe Bricapi kanë të bëjnë shumë në lidhje me punën e tyre, lidhje me disa ndryshime që ata kanë, por duhet pasur pa kujdes mos të nxitohen në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse duke pasur parasysh disa kënde që mund të jenë vërtet pozitive, mund të jenë vërtet të rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por gjithsesi kjo periudhë është periudhë mjaft e mirë që mund të përfitoni në fushën e karrierës suaj, mund të përfitoni në lidhje me çështje që kanë të bëjnë, sepse ngadonjëherë ndodhesh përballë një rreziku, në thonjza për sa i përket takimeve, për sa i përket punës, sepse ndryshe prisni, ndryshe ju vdel, jepni dorëheqje në një punë ku jeni, sepse me siguri që do thoni që po un jam atje ku jam dhe dua të bëj atë punë që un kam dëshirë ta realizoj, dhe këtu pastaj nuk jeni as këtu as atje. Këtu kërkohet vëmendje, këtu kërkohet kujdes në çështje të mëdha që lidhen me punën, lidhen me karrierën. Në çështje të tjera, sidomos në lidhje me stabilizimin dhe korrektësinë tuaj, sepse lidhet shumë me korrektësinë, është një moment dhe një mundësi shumë e mirë, e mbarë atë që bëhet, e mbarë atë që kërkohet, dhe ndryshimi më i madh që ka të bëjë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, sepse lidhet shumë me karrierën, dhe kjo javë pikërisht do flasim, dhe keni parë edhe për javën se çfarë do ndodhi dhe ndodh në këtë drejtim, sepse është një mundësi, është mundësi e artë mbi ndryshimet dhe takimet, mbi vendimet dhe mundësitë që jepen tani tutje, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me ndryshimin e madh dhe lidhje me disa çështje madhore ekonomike, madhore për gjërat që doni të bëni, kështu që mos mu shqetësoni fare, sepse është një kohë shumë e përshtatshme në këto drejtime.